Shqipëria përfshihet nga moti i keq, përmbytje dhe ndërprerje të energjisë elektrike jashtë zonat problematike. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile thotë se situata meteorologjike në vend paraqitet kryesisht e qetë, me rreshje me intensitet ulët deri mesatar dhe pa probleme serioze në nivel kombëtar. Megjithatë, në qarkun e Shkodrës, rreshje intensive që randje pasdite dëmtuan segmentin rrugor Breglumi-Theth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbetën të bllokuar. Personat u evakuon me sukses, rruga mbetet e bllokuar dhe përpastrohet nga inertet me mbështetjen e 10 efektive të FA. Në Bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin, është rrëzuar një pemë me cila ka dëmtuar linjë elektrike duke ndërprerë energjinë. Në rrugën Lezhë-Balldren ka prezencë inertesh dhe forcat operacionale po punojnë për pastrimin e saj. Në qarqe të tjera të vendit nuk raportohen problematika nga moti. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orë të ardhshme priten rreshje të erëpasërshme me intensitet ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshje do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit, rreshjet shumta priten edhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Parashikohet mjergull dhe shikueshmëri e reduktuar në zonat luginore. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile thonë se janë në gatishmëri të plotë në koordinim të strukturave për përballimin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Ju lutem banorëve të zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore.